A mund të flasim pak për njerëzit nga të cilët opinioni i tyre të tremb, ti ke kaq shumë frikë? Seriozisht mendoj pak. Kush janë këta njerëz që do të ndalojnë ty? Shpesh këta njerëz nuk kanë guximin që të bëjnë atë që ti po bën aktualisht. Njerëz që po komentojnë nga jashtë, lart e poshtë, sepse akoma nuk kanë hyrë në lojë, apo akoma nuk po e kuptojnë se çfarë po bëjnë me jetën e tyre. Njerëz që gjykojnë çdo gjë ndryshe sepse është e lehtë të tallesh me dikë që po provon. Ndërkohë nga ana tjetër ti nuk mund të pranosh që ke frikë të provosh. Dhe ti në fund të ditës po zvoglon veten tënde për këta njerëz? Ti po ndalon zërin tënd, idetë tua, ëndrrën tënde vetëm se këta njerëz po mendojnë diçka për ty? Jo. Unë dua që ti të ecësh aq shumë drejt asaj që do, të arrish majat, të arrish aty ku ti dëshiron, derisa zhurma e tyre të mos arrijë më, të punosh aq shumë me veten tënde, me vizionin tënd, me atë që po ndërton, saqë opinioni i tyre të jetë thjesht një sfond. Sepse e vërteta është kjo, sa më shumë që ti rritesh, aq më pak fuqi kanë komentet e njerëzve që thjesht në fund të ditës nuk bëjnë asgjë. Nuk bëjnë asgjë. Por ama një ditë njerëzit që dikur ty të gjykonin, do të pyesin si ja dole, çfarë bëre? Prandaj mos u bëje vogël për njerëz që as nuk kanë guximin të provojnë. Nëse ti ndjen që ke diçka për të ndërtuar, ke diçka për të folur, ke një vizion tëndin, ke një ëndër që vetëm ti e ke parë, ke diçka që dëshiron ta zbulosh, atëherë fillo, bëje, mos prit. Sepse në fund të ditës njerëzit do flasin gjithsesi. Do jesh ti që do vendosësh nëse do jetosh mes gjithë kësaj zhurme apo nëse do merresh me vizionin tënd.